quite some time, and when I came here in Korça, I kept asking about a nice school, and I heard of Preka. It's not that a lot of people think that in Preka most of the kids come because their parents want to, or I don't know, that's why they say at least. But I came here because education is something very important for our life. So I knew that I had to come to Preka. They call it a lot of names about Preka, but I think it's one of the best schools because in the first year I didn't have friends here, but I made friends. Also, it's a small school, and you have a lot of friends. You talk even with the teachers. It's a connection between us and the teacher, and even between the students. It's something that keeps us close. What have I learned? I have learned a lot in this school. Everybody knows that a lot of people come to school to learn from the books and things like this, but I would stay close to the end. I would say that here I learned more than books. I learned more about people, and I don't know, as I said, it's something that only this school has. This something is, as I said, the connection that people have in here. It's something like we are a small family. Not only inside the classroom, but as I said, the connection that the teachers have here with the students, it's something else that you can't find in any other school in Albania or even in other places. Of course, I took a very good education here in Preka, and I think that that would help me a lot in the life after I get out of here. I think that the education that I took here, it was of a major level, and also the things I am smarter now, and I think that even if I compare myself with another teenager in Albania or even in Europe and all around the world, I think that I am prepared as much as they are. Not a lot of teenagers love to come to school. But I do this every morning. I wake up and I say I'm going to school, and I am very happy about it. I don't know, it's the last year, but I did it even since the first year. I came to school happy for being here. I don't know, sometimes my friends laugh at me, but it's something that I know that there is nothing else out there that I will do and make me happy better than when I'm here at Preka. Okay. But I would say that the teachers here they are not teachers, they are parents, they are friends most of the time, and that's what I want to say mostly. That's what makes me happy most of the time. Unë quhem Dimitër Banushi, jam 16 vjet, kam këtu rreth 6 vjet, 7 vjet maksimumi. Në fillim, kur u hap kjo shoqja, nuk ishte shumë fëmijë dhe një ditë ishte ditë e premte e martë, dhe të gjithë po vinin diku, dhe unë vendosa të ndjek, ku po ve, se mbani si të fshet. E unë ndjek dhe kur shikoj disa të huaj që u sollën mirë me neve, na mirë pritën, na thoan që të lonim të gjithë, të lonim bashkë, dhe ata tha që ne zhvillojmë, çdo të martë zhvillojmë këtë aktivitet, blidhemi, adhurojmë Zotin, edhe zhvillojmë aktivitete, lojra. Ne këtu vime në orën 6, takohemi
njihemi me shoqe e shoqe të rinj, më pas lozim në harmoni, me qetësi me njëri tjetrin, mundohemi të shkojmë mirë, më pas adhurojmë Jezusin, fillojmë të bëjmë mësim, duke mësuar çfarë bën ai për ne, duke hapur fjalën e tij, duke ftuar të tjerë që të vinë, se sa më shumë të bëhemi njerëz aq të mirë në rrugën e tij. Ka, sepse më përpara bën një aktivitete që nuk duheshin bërë një me shokë, zileshe, e argjonje kohën kot në lagje, në për bilardo, lokale, ndërsa tani kohën e ke të kufizuar sepse çdo të martë edhe të premte ja përkushton Zotin dhe merresh me Zotin. Edhe kjo gjë të bën të ndihesh mirë dhe krenat për veten tënde. Ka ndryshuar sepse mëson si duhet të sillesh, të respektosh njëri tjetrin. Jam përpjekur të sjell, Jezusi ka bërë shumë për mua dhe ju e keni bërë shumë për mua dhe unë duhet t'i jap diçka në këmbim. Kam sjell disa nxënës, formuam një klasë të re, prej maksimumi 35 fëmijë, po. Dua të falenderoj Jezusin që më mundësoi që të njihem me të tillë njerëz, që të bëjmë edhe unë një njeri në të ardhmen, të mësoj sjelljen, të sillem mirë.